Të nderuar koleg, sot do të doja të ndaj me ju një rast klinik me interes të veçantë, një diagnozë e spina bifida aperta e bërë gjatë ekografisë morfologjike të tremujorit të dytë. Pacientja erdhi në vëzhgimin ton me një anamnezë që tashmë tërhiqte vëmendjen. Në tremujorin e parë, në fakt, ishte konstatuar një transparencë nukale e rritur prej 4,6 mm. Pavarësisht këtij të dhëne, testi prenatal jo invaziv në IPT kishte rezultuar në normë dhe pacientja pas një këshillimi të duhur kishte shprehur dëshirën të mos vazhdonte me amniocentezën. Si rrjedhoi, ekzaminimi ynë ekografik kishte si objektiv kryesor të kryente një vlerësim morfologjik jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të synuar. Duke filluar studimin nga poli cefalik, imazhet konfirmojnë në mënyrë të padiskutueshme shenjat indirekte të malformacionit QRI2, një gjendje pothuese gjithmonë e lidhur me defektet e hapura. Siç mund shihni në videon, cisterna magna rezulton plotësisht e bllokuar dhe truri i vogël merr formën tipite të bananes. Për të plotësuar pamjen cerebrale, vërem një hidrocefali të shkallës së lehtë, me arterian e djathtë që matet 8/8 mm dhe të majtën 11/1, e shoqëruar nga një zgjerim i ventrikulit të tretë. Është interesante të theksohet megjithatë se strukturat e tjera intrakraniale ruajnë një anatomi të rregullt. Falksi cerebral, kavumi i septumit pellucit, talamuset dhe pleksuset koroide duke në fakt brenda normales. Duke e zhvendosur vëmendjen te shtylla kurrizore, arrim të lokalizojmë me saktësi defektin. Ekzaminimi zbulon një shizë prej rreth 6/7 mm që përfshin segmentin lumbosakral. Nga kjo ndërprerje kockore del një mielomeningoqele, për masat e të cilit janë 10/8 mm. Një dhëmë prognostike e favorshme që del nga vlerësimi aktual është mungesa e deformimeve ortopedike të shoqëruara. Në fakt, nuk konstatojmë shenjat skoliozës dhe as praninë e këmbës së shtrembër. Ky element na sugjeron, të paktën në këtë fazë të shtatëzënisë, një ruajtje të pjesshme të funksionit neuromuskular distal. Në përfundim, ekzaminimi morfologjik nuk ka evidentuar anomali të tjera të shoqëruara. Diagnoza është pra e përcaktuar dhe përparimi i gjendjes klinike kërkon tani aktivizimin e menjëhershëm të një rrugë këshillimi multidisiplinar për të mbështetur paciente në zgjedhjet e ardhshme. Tani kalojnë të një kornizë më e përgjithshme e patologjisë. Spina bifida e hapur ose distravizmi spinal i hapur, OSD, është një malformacion i tubit neural, me një incidencë jo të papërfillshme, rreth një rast në 1.000 lindje. Nga pikpamja fiziopatologjike, dallimi themelor që udhëheq dyshimin ton diagnostik është ai midis distrafizmave të hapur dhe atyre të mbyllur, DSC. Në defektet e hapura, karakteristika patognomonike është mosbashkimi i harkut pasëm vertebral, që ekspozon indi nervor të paformuar. Ky defekt i lëkurës lejon himjen e vazhdueshme të lëngut cerebrospinal në kavitetin amniotik. Pikërisht kjo humbje kronike e likuorit është shkaku fillestar i zinxhirit të ngjarjeve që çon në tërhiqjen poshtë të strukturave të romboencefalit, duke shkaktuar malformimin QRI2. Në të kundërt, te distrafizmat e mbyllura, lëkura është e paprekur, nuk ka humbje të LQR-s dhe anatomia e kafkës mbetet rrjedhimisht plotësisht normale. Në dekadat e fundit, fal identifikimit dhe standardizimit të shenjave cerebrale indirekte, shkalla e zbulimit prenatal të spina bifidës është rritur ndjeshëm, duke arritur nivele afër 90%. Edhe pse shenja e limonit, konkaviteti frontal, është një tregues i hershëm, duhet të kujtojmë se është e paqëndrueshme dhe ka tendencë të zhduket pas javës së 24. Standardet e arta diagnostike për ndjeshmëri dhe specifik janë zhdukja e cisternës magna dhe shenja e bananes. Megjithatë, dyshimi i lindur nga shenjat kraniale duhet gjithmonë të konfirmohet nga një vlerësim i drejtpërdrejtë dhe i kujdesshëm i shtyllës kurrizore. Kjo analizë duhet të përdorë skanime multiplanare për të evidentuar 3 shenja direkte: çarjen e lëkurës, konfigurimin karakteristik në formë C ose U të harkut vertebral, të shkaktuar nga mungesa e harqeve dorsale dhe hapjen e proceseve anësore. Në menaxhimin klinik të këtyre fetusve nuk duhet kurrë të harrojmë diagnozën diferenciale dhe vlerësimin në veziku gjenetik. Dyshimi diagnostik në mungesë të shenjave kraniale duhet të zhvendoset drejt distrafizmave të mbyllura ose teratomës sakrokoksigeale. Një aspekt thelbësor i këshillimit ka të bëjë me rrezikun e anomalive kromozomale.
Edhe pse rreziku i sindromave të përgjithshme gjenetike është i ulët, rreziku i aneuploidis është i rëndësishëm, duke u llogaritur mes 8 dhe 16%. Kjo e bën të detyryeshme kryerjen e kariotipit fetal, sidomos nëse defekti spinal nuk është izoluar. Në të njëjtën kohë është thelbësore të kërkohen shenja ekografike të dëmtimit neurofunksional. Prania e këmbës së shtrembur, në veçanti, është një ndërlikim neurogjeni drejt për drejt, treguesi i nervimit dhe çekuilibrit muskular. Prandaj, mungesa e këtij shenje, si në rastin që kemi shturtuar, përbën një tregues prognostik pozitiv për funksionalitetin motorik në të ardhmen. Tani arrim të pikat më të ndërlikuara dhe delikate të këshillimit, prognoza dhe cilësia e jetës pas lindjes. Të vënat nga literatura janë të ashpra. Vdekshmëria brenda 5 viteve është 14-40% dhe rritet ndjeshëm në 35-40% në prani të disfunksioneve të trungut të trurit, të lidhura me malformimin Chiari 2. Nëse hidrocefalia është faktori kryesor prognostik negativ për zhvillimin kognitiv, një aspekt që shpesh nënvlerësohet në këshillimin paralindjes është ndikimi urologjik. Duhet të komunikojmë prindërve me qartësi të plotë se pothuajse të gjithë fëmijët që lindin me mielomeningocel do të zhvillojnë një fshikës neurogjene për shkak të disinergjisë vesiko-sfinkterike. Kjo gjendje, nëse nuk menaxhohet në kohë, çon në refluks veziko-ureteral, hidronefroz dhe në mënyrë të pashmangshme në dëmtim të parikthyer të veshkave. Rujtja e funksionit të veshkave bëhet kështu objektivi kryesor, dhe për këtë arsye nënkupton pothuajse gjithmonë nevojën për të vendosur një program të kateterizimit intermitent të pastër që në muajt e parë të jetës. Sfundi, menaxhimi i kësaj patologjie komplekse nuk mund bëhet pa një qasje multidisiplinare, që përfshin që nga momenti i diagnostikimit, neurokirurgun dhe urologun pediatrik. Që nga publikimi i studimit MOOMS në vitin 2010, kirurgjia fetale, si ajo e hapur, ashtu edhe ajo fetoskopike, është bërë një opsion terapeutik i konsoliduar për rastet përzgjedhura. Kjo teknik ka treguar se mund të ulë ndjeshëm nevolën për shund ventrikular dhe të përmirësojë rezultatet motorike afatgjata, megjithse sjell rreziqe të konsiderueshme të lindjes së parakohshme dhe dehiscencës së mitrës. Në përfundim, këshillimi duhet të jetë transparent dhe i plot, duke përfshirë jo vetëm opsionet kirurgjikale, por edhe rrugtimin pas lindjes, i cili do të përfshi patjetër një monitorim të ngushtë urologjik, menaxhimin e fshikëzës neurogjene dhe fiziatrinë. Edhe zgjedhja e mënyrës së lindjes është pjesë përbërëse e këtij menaxhimi. Operacioni cezarian mbetet rruga e rekomanduar nga shumica e ekspertëve për të parandaluar traumat dhe infeksionet që mund të prekin mielomeningocelën gjatë kalimit nëpër kanalin e lindjes. Ju faleminderit për vëmendjen.